Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Maska me sodë buke që zhduk rrudhat për një ditë. Ja receta si ta përgatisni. Produktet kozmetike që ne blejmë çdo ditë për pastrimin e fytyrës, sigurisht që janë efektive, por në planin afatgjat megjithatë, duke qenë kimikate, ato rrezikojnë të shkatërrojnë lëkurën tonë. Përdoreni përbërësit e natyrshëm duke shmangur probleme të tilla si puçra fytyre, por duke ruajtur njëkohësisht edhe dermatitin nga produkte toksike. Një shembull i thjeshtë dhe lehtësisht i riprodhueshëm është një kombinim i sodës së bukës dhe kokosit, produkte të cilat kanë veti shumë të dobishme për lëkurën dhe për flokët. Ju duhet vetëm përzierja e 2 lugëve bikarbonat me 2 lugë vaj kokosi për të përftuar një masë homogjene, të cilën më pas duhet ta shpërndani atë mirë dhe ta aplikoni në fytyrën tuaj. Pas pak minutash, ju mund ta shpëlani me ujë të ftohtë pa nevojën për sapun. Përsëriteni këtë maskë të paktën 3 herë në javë dhe ju do të jeni në gjendje që të hidratoni fytyrën tuaj duke hequr papërsosmëritë dhe papastërtitë. Gjithashtu, sipas ekspertëve, ju këtu do të mësoni 2 receta me sodë buke për fytyrën e thatë dhe të yndyrshme. Soda e bukës është një nga ata produkte në pamje të parë që na duken të papërfillshme. Me siguri, hera e fundit që keni përdorur sot ka qenë kur keni gatuar ndonjë kek ose kulaç, por në të vërtetë është një depo e vërtetë dobish shëndetësore për gjithë secilin prej nesh. Tashmë nuk është habi që soda të zëvendësoj fare mirë kremrat e trajtimeve të shtrenjta. Nëse nuk jeni të kënaqur me pamjen e fytyrës tuaj, atëherë ju me patjetër mund të përdorni këto trajtime me sodë buke. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se këto maska duhen përgatitur sa më parë për ta patur fytyrën tuaj sa më të bukur për stinën e verës. Maska pastruese dhe eksfoliuese për fytyrën e yndyrshme. Në një enë ju duhet që të shtoni 3 lugë çaj sodë buke, gjysmë limoni të shtrydhur, 4 pika vaj ulliri ose bajamesh ose 3 lugë çaj me ujë të vakët. Përzijeni përbërësit gjithashtu një nga një dhe në fund ju mund të shtoni lëngun e limonit të shtrydhur. Pasi masa të jetë lidhur, masazhojeni fytyrën tuaj me lëvizje rrethore me mollzat e gishtave. Përsëriteni të njëjtën lëvizje për gati 15 minuta dhe në fund lëreni atë me ujë të vakët. Trajtimi i sipërm shërben për të eksfoliuar, hidratuar dhe rigjeneruar lëkurën tuaj. Sipas ekspertëve, ju mund të përdorni gjithashtu edhe maskën me sodë buke për fytyrën e thatë. Soda e bukës gjithashtu është një ndër produktet që nuk duhet të mungojë kurrë në ritualin e përkujdesjes së fytyrës, sidomos nëse fytyra juaj është e thatë dhe her pas here duket e pajetë. Sipas ekspertëve, në një enë ju duhet të shtoni 3 lugë çaj sodë buke, 3 lugë çaj me ujë të vakët, 4 pika vaj bajamesh ose lini dhe 1 lugë gjelle me mjalt organik. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se këta përbërës duhen përzier gradualisht derisa të formohet një masë kremoze e cila më pas duhet aplikuar në lëkurën tuaj. Ndërkohë, ne këtu do t'ju tregojmë edhe maskën e cila përbëhet nga soda e bukës dhe mjalti që është një dyshe perfekte për lëkurën tuaj. Shihni se si mjalti dhe soda e bukës janë një ndihmë e vlefshme për lëkurën tuaj. Sipas ekspertëve, kur është fjala për bukurinë, ëndra e secilit është gjetja e produkteve natyrore dhe sa më të thjeshta për të vënë në praktikë, dhe ndoshta edhe më ekonomike.
Sot për të përmbushur këto nevoja ne do të flasim për kombinimin e dy ushqimeve natyrore dhe të shëndetshme që pothuajse të gjithë i kanë në shtëpi, mjalt dhe sot buke. Së bashku këta dy përbërës bukurie janë në gjendje t'i japin lëkurës tuaj një pamje më të shëndetshme. Receta bukurie me bazë mjaltin dhe sodën e bukës. Maska kundër rrudhave me mjalt, sodë buke dhe limon. Për përgatitjen e kësaj maske juve do t'ju nevojiten 2 lugë sodë buke, 1 lugë çaj mjalt organik, lënguj 1 limoni organik dhe 1 lugë gjelle ujë. Përzieni të gjithë përbërësit derisa të përftoni një lloj kremi që do ta aplikoni në fytyrë me përjashtim të zonës së syve. Maska në fjalë duhet të mbahet për rreth 15 minuta dhe më pas të lahet me ujë të ngrohtë. Aplikimi i saj një herë në javë do të ndihmojë lëkurën tuaj të pastrohet dhe të duket më e ndritshme, duke vonuar shfaqjen e rrudhave. Skrap me sodë buke dhe mjalt. Për përgatitjen e tij duhet 1 lugë gjelle sodë buke, 1 lugë mjalt organik dhe ujë të mjaftueshëm për t'i përzier që të dyja. Në këtë mënyrë do të përfitoni një masë e cila duhet vendosur mbi fytyrë me masa të lehta. Prania e sodës në fakt do të krijojë një lloj kremi, një lloj pastrimi, i cili do ta ndihmojë lëkurën tuaj të heqë qafe të gjitha papastërtitë. Pasi ju ta masazhoni mirë, shpëlajini dhe aplikoni një krem neutral. Ndërkohë, 2 ose 3 herë në javë, ky pastrim do të ndihmojë në mbajtjen e lëkurës tuaj sa më të pastër, duke mbajtur larg pikat e zeza dhe problemet të cilat lidhen me akumulimin e papastërtive. Maska antinjoll me sodë buke, uthull dhe mjalt. Për këtë maskë juve do t'ju duhet 1 lugë çaj sodë buke, gjysmë gote ujë me 1 lugë gjelle uthull molle. Përzieni të gjithë përbërësit dhe masën e përftuar aplikoni në fytyrë të pastër. Gjithashtu mund t'i shtoni 1 lugë gjelle mjalti dhe lëngun e 1 gjysmë limoni. Lëreni të veprojë për 15 minuta. Shpëlajini me ujë në temperaturën e mjedisit dhe përsëritja e kësaj gjëje një herë në javë do të zbë njollat në lëkurën tuaj. Trajtimi me sodë buke për aknet në fytyrë dhe për pikat e zeza. Përzieni 2 lugë sodë buke me 2 lugë ujë të formuar në një pastë homogjene. Pastroheni dhe thajini fytyrën dhe më pas aplikoni pastën e përgatitur mbi pikat e zeza. Nëse njëra nga pikat e zeza është hapur, mund të ndjeni pak djegje. Lëreni trajtimin të veprojë për 15 minuta. Disa persona e lënë që soda e bukës të veprojë gjatë gjithë natës, por kjo mund të shkaktojë tharje të lëkurës tuaj. Soda e bukës si pastrues për lëkurën tuaj. Përzieni 2 lugë sodë buke me 2 lugë ujë dhe 1 maj lugë lëng limoni. Acidi nitrik që përmban limoni vepron si eksfoliant dhe ndihmon në tharjen e akneve. Lageni fytyrën tuaj me ujë të ngrohtë dhe aplikojeni pastën mbi lëkurë. Masazhojeni pastën në lëkurën tuaj me kujdes në mënyrë rrethore. Evitoni masazhimin me forcë në lëkurën tuaj. Hiqeni maskën me ujë të ngrohtë dhe një peshqir të butë. Më pas do të shikoni që fytyra juaj do të shkëlqejë. Pas kësaj aplikoni një krem hidratues mbi lëkurën e fytyrës tuaj. Përzieni 2 lugë sodë buke me 2 lugë ujë dhe 1 lugë çaj lëng limoni. Pastroni dhe thani lëkurën dhe më pas e aplikoni maskën me sodë në fytyrë. Mund të ndjeni pak djegje. Lëreni që maska të veprojë për 10 deri në 15 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të ngrohtë. Lëkura juaj mund të skuqet pak, megjithatë mos u shqetësoni pasi kjo skuqje e lehtë kalon shpejt. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe.
Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.